Në emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëdhëruesit. Përshëndetjet I dërgojmë mbi madhësipër në njerëzimit profetin tonë sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij, dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam thotë në një hadith: kush falet gjatë netëve të Ramazanit, duke besuar dhe shpresuar, I falen atij mëkatet që ka bërë më parë. Pra, kjo falje që ne bëjmë gjatë netëve të Ramazanit, kjo falje që tani jemi duke falë, pra pas namazit yatsis, namazit tarawih, namaz vullnetar, por ka një shpërblim kaq të madh. Pra që I falen atij njeriu I cili I falet gjatë netëve të Ramazanit, mëkatet që ka bërë më parë. Vëlla dhe motër, kjo për namazin nafile, namaz vullnetar, po farzi, po pesë të cilat kanë një shpërblim tepër të madh. Allahu I lartësuar, njerëzit e zgjedhur të tij, njerëzit më të zgjedhur, kush janë? Pejgamberët. Imagjinoj ti Musa alayhis salam, profet I cili ka folur drejt për drejt me Allahun e lartësuar. Fjalët e para që ka folur I madhi Zot me to, çfarë ka thënë? Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Unë jam Allahu, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç meje, adhuron mua, pra, me adhuru Allahu dhe fare namazin. Porosia e parë që Zoti I gjërësisë I ka dhënë Musait alayhis salam, ka qenë pikërisht namazin. Zoti I gjërësisë përmend për Zekerian alayhis salam, profeti Allahut I lartësuar kishte arritur moshë të madhe, nuk kishte pasardhës. E duke Zotin I gjërësisë, a e dini kur I erdhi kërkëzimi, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, ai ishte në këmbë duke u falur në vend faljen e tij. Vjen për Isain alayhis salam përmend Zoti I gjërësisë në Kur'an: wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salat, dhe ka bërë mua të begat kudo që t'jenë, dhe ka porosit mua, thot Isa alayhis salam, me e fal namazin. Për Yunusin alayhis salam, I cili ishte në parkun e balenës, errësirë plot, në thellësinë e detit, sikur mos ishte, thot Zoti I gjërësisë në Kur'an, prej atyre që e falin namazin, do të qëndronte në barkun e saj deri kiamet. Por e kishte qenë njeri që e përmendte Zotin I gjërësisë shumë, ishte prej atyre që falin namaz, dhe Allahu I lartësuar e shpëtoi prej kësaj moshice. Vjen profeti ynë sallallahu alaihi wasallam, vula e profetëve, Zoti I gjërësisë gjitha urdhrat ja ka dhënë kur profeti alayhis salam ishte në tokë, por namazi ka një rëndësi tepër të madhe në fenë tonë. E shumë profeti alayhis salam shtylla e fesë. E ngriti I madhi Zot profetin alayhis salam që dhe ati ja boni detyrë obligim të umetit të tij me fal namazin. Këtë namaz për cilin Zoti I gjërësisë na thon në Kur'an: "Qul li ibadi alladhina amanu yuqimus salat." Thuaj robëve të mi, të cilët kanë besuar, ka falin namazin. Në mbi 72 ajete në Kur'an, vetë në Kur'an, Zoti I gjërësisë porosit që ne me e fal namazin. Dhe ky namaz që ne falim gjatë ditës 5 vakte, që është shtylla e dytë e Islamit, shtylla më e rëndësishme mbas shahadetit, është ajo puna e parë për cilën do të pyetemi ditën e gjykimit. Nëse ai kalon me sukses, lehtë kjo çështje tjera. Ama nëse robi ngel kjo çështje, atëherë Zoti ja lehtësoft. Vëlla dhe motra, ky namaz për cilin na ka porosit Zoti I gjërësisë në Kur'an, është lidhja jonë me Allahun e lartësuar. Çdo ditë na u lidh me Zotin e gjërësisë. Me falendëru Allahun, me kërku prej Zotit të gjërësisë. Vendi ku njeriu është më pranë krijuesit të gjërësisë, thot profeti alayhis salam, është sejdja.
Sot, të qëmë shumë njërës, ankore të kam stres, prenga, ngushtit. Allahu i lartësuar e jemi laqin në Kur'an. Ne e dim, thot, o Muhammed pra se ty të ngushtohet gjoksi, nga ajo që aba thonë, pra ngushtohet, prenga, mërsiti, madhroje Zotin të në dhe i bre atyre që ditë seshte. Sot, shumë njërës ankohet, po, do shta, kam vese, kam ca gjarë, nuk me i hejtë dot. Njëherë erdhën tek profeti a.s. I përshkrujtë një njeri i cili pra falej, po kur të vite dhirëve. Tha, të ndalojnë ajo që e vepron nga dhirëja. Allahu i lartësuar thot në Kur'an, me të vërtetë, namazi ndalon nga shturja dhe punët e orëve. Shumë njerëz sot pyesin thot të rrugje, du me kënu, a ka ne hoshtot që lexon? Subhanallah, ne kemi namazin, i cili është shkak me shqetësu robin, është shkak me erujt Allah, kush e falë sabah, një mashinë me sabah, erujt Allah, është mbrojtjen e Zotit, o kush i falë pesbah, po nuk ka nevoje që të shkojmë në porruke, po të fejtë, se namaz do lexojmë Kur'an, namaz do lute, aty në sejsh do të pranë për lusin qëtësis. Dhe njëherë vjen njëri tek një hoxh i cili ishte mësim në universitet. I vjen në nxënës i kërkon, thot në bësh pak rrugje. Thot si ke punë me namazin? Ose pyet ta kur isha i vogël, anë në vendet arabe, shumica fale. Thot kur isha i vogël, shkoja me babën faqe, një herë i boja shefi, një herë me abdes, një herë pa abdes, ama tani që jam bëjt ajo, kam vite që nuk fale. Thot po e kam shumë vështirë, nuk mëzej shumë i natën. Kam shumë vështirësi, nuk bëj rahat, s'kam sukses. Thot fale, ka njëherë një javë ishte leksion të ta, thot fale këtë javë namazin rregullisht. Dhe në fund javës hajde se do të kënojnë, do të lexoj. Kur erdhi thot, leksioni tjetër e shikoj, në fytyrën e tij kishte ndryshuar. Allahu shpëtejtë. Është java e parë pas kaq kohësh që elhamdulillah po flet rahat. Po gjej shqetësi. Po namazi është shqetësi. Jo më thot profeti a.s. I thoshte Bilalit, e rihna biha ja Bilal, na shqetëso me të, o Bilal. Vllava monë, çdo njëri prej nesh e ka një njeri të shtrenjtë në zemrën e tij. Patjetër, dikush ka babë, dikush ka fëmijë, dikush ka nënë. Imagjinoje sikur ky njeriu i shtrenjtë i zemrës tënde ta linte i porosi, edhe ndronte jetë. Po pasha Zotit nuk do të zinte gjumi, derisa t'ja çoje në vend atë porosi. Pse porosia babës? I këtë gjon kalon amanet. Po kur këtë porosi ta kalon njeriu më i zgjedhur i njerëzimit, njeriu më i dashur tek Allahu i lartësuar profeti alayhis salam. E tha vazhdimisht as-salat, 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 as-salat. Thot transmetuesi i cili po e shihte profetin alayhis salam, e përsëriti thot këtë fjalë derisa nuk po e thoshte dot më. Është çështje tepër e rëndësishme. Është çështje tepër e rëndësishme namazi, dhe ne jemi në muajin e Ramazanit. Muaji ku njeriu është më i thjellët. Muaji ku njeriu zemra e robit dhe shpirti i tij kërkojnë të reflektojnë dhe të afrohen tek Zoti i gjithësisë. Prandaj le të jetë ky Ramazan dhe ky fillim Ramazani akoma, le të jetë pika e ndryshimit në jetën tonë. Me ja fillu, me ndryshu, me vazhdu me namaz. Nëse para Ramazanit nuk ke fal namaz, le të jetë ky Ramazan që ti po e fillon ndryshimin dhe Zoti i gjithësisë ka për të ta lehtësuar dhe ka për të ta mundësuar, nëse ti je i sinqert në Allahun e lartësuar. Elu Zotin i gjithësisë që ta bëjë prej atyre të cilët reflektojnë dhe i kushtojnë rëndësi namazit, se Zoti i gjithësisë na thot Kur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroje Zotin tënd derisa të vijë vdekja. Allahu shpëton.